Përshëndetje miqtani. Sot do t'ju prezantojmë qytetin e Kölnit, njërin nga qytetet më të bukura të Gjermanisë. Gjindet në Republikën e Nederlëndisë, njëra ndër republikat më të pasura në Gjermani. Qyteti i Kölnit është qytet i vjetër, një qytet modern. Pra, këtu ndërthurën modernja dhe e vjetëra. Pra bëhet fjalë pra kalon si të vjetër Gjerman dhe këtë qytet e karakterizon edhe kisha e famshme pra Kölner Dom, e cila i ka mbijetuar luftës së dytë botërore, kur dihet që Kölni ka qenë një ndër qytetet më të shkatruara nga lufta e dytë botërore. Ky qytet e simbolizon edhe një gjë shumë interesante, pra është dhe bëhet fjalë për mijëra qindra drënj të cilët pra nga gjithë bota turist, nga gjithë bota pra vinë këtu për ta thurur me një fjale fatin e qifteve apo edhe dëshirave të tyre. Pra bëhet fjalë për dryna të llojeve të ndryshme, masive të ndryshme dhe ngjyrave të ndryshme. Duhet të prezantojmë miqtani edhe lumin e famshëm, lumi i Rajna. Pra miqtani, kjo është lumi i cili e don qytetin në mes, dhe këtu bëhet pra tregtia, turizmi përmes këtij lumi, i cili e lidh Düsseldorfin edhe qytetet e tjera. Pra miqtani, me këto pamje shumë të bukura nga Kölni, ju lajm që ta shijoni në këtë ditë dimër. Ditën e mirë, mirupafshim.